Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se vini në All Days, emisioni ku rikthehemi pas në kohë për të zbuluar historinë, jetën e dikushme dhe mënyrën se si njerëzit jetojnë shumë vite më parë. Në këtë emision do të flasim për periudha të ndryshme historike, teknologji të vjetra, zakone të harruara dhe mënyrën se si bota ka ndryshuar me kalimin e kohës. Tema e sotme është fakt një nga temat më interesante për brezinë e sotëm, si është jeta pa internet. Sot interneti është bërë pjesë e çdo momenti të jetës tonë. Ne përdorim telefonin sa po zgjohemi, komunikojmë në rrjete sociale, shikojmë video edhe kërkojmë informacione në sekonda. Por vetëm disa dekada më parë njerëzit jetonin krejt ndryshe. Atëherë nuk ekzistonin as smartphone-et, TikTok, Instagram apo Google. Njerëzit nuk mund të flisin me video me dikon anë tjetër të botës dhe nuk kishin mundësi të gjejnë informacion menjëherë në sekondin e parë. Megjithatë, jeta vazhdon normalisht dhe shumë njerëz mendojnë se ajo periudhë kishte një atmosferë më të shpejtë dhe më sociale. Në episodin e sotëm do të shohim se si komunikonin njerëzit, si argëtoheshin, si funksionet e shkolla, si duket teknologjia e asaj kohe dhe si interneti ndryshoi plotësisht botën moderne. Le të rikthehemi bashkë në kohë. Tani do të kalim tek pjesa e parë, e cila është pikërisht komunikimi në të kaluarën. Do të flasim në fillim për letrat dhe postën. Para internetit, një nga mënyrat më të rëndësishme të komunikimit ishte pikërisht shkrimi i letrave. Njerëzit shkruanin me letra në dorë dhe më pas i dërgonin me postë tek familjarët ose miqtë të cilët jetonin larg tyre. Procesi në fakt mund të ishte shumë më i ngadalë se sa sot dhe shpesh duhet të prisnim me javë të tëra për të marrë një përgjigje. Shumë persona e prisnin postjerin me emocion, sepse një letër në atë kohë kishte shumë vlerë emocionale. Në disa raste njerëzit ruanin letra për vite të tëra si kujtim. Ndryshe nga mesazhet e sotme që fshihen shpejt, letrat kishin një ndjesim më personale dhe më speciale. Në kohë luftrose, emigrimi, letrat ishin mënyra vetme për të mbajtur kontakt me familjen. Kjo bënte komunikimin akoma më të vështirë dhe njerëzit shpesh ndjeshin të izoluar për periudha të gjata. Tani do të kalim një lloj tjetër komunikimi, e cila është pikërisht telefon me kabël. Tani do kalim tek telefonat me kabël, e cila është pikërisht kjo që është në figurën mbrapa meje. Telefonat ekzistonin edhe atëherë, por ishin shumë ndryshe nga telefonat modern. Ata kishin kablo dhe me rastësi në një pjesë të shtëpisë, zakonisht në sallon ose pranë korridorit. Nuk mund të lëvizje limbshëm me telefon në dorë si sot. Në shumë familje kishte vetëm një telefon dhe ai përdorej nga të gjithë. Kur dikush fliste gjatë në telefon, pjesë e familjes duhet të priste. Në disa vende telefonat konsideroheshin si një lloj luksi dhe çdo familje do të kishte mundësi të kishte një të tillë. Gjithashtu njerëzit mbanin mend numër telefonik. Sot telefoni ruan gjithçka automatikisht, por atëherë memorizimi i numrave ishte shumë i rëndësishëm. Shumë persona mbanin edhe bloqet e vegjël ku shkruanin kontaktet. Tani do të kalojmë tek kabina telefonike, e cila është përsëri një lloj tjetër mënyre për të komunikuar. Tani do të kalojmë tek kabina telefonike, të cilat pikërisht këto mbrapa meje. Në përshtatje kishte shumë kabina telefonike publike. Këto kabina në fakt përdornin monedha dhe ishin shumë të rëndësishme për komunikimin. Nëse dikush ndodhej larg shtëpisë dhe kishte nevojë të telefononte, kabina telefonike ishte zgjidhja e vetme. Kabina telefonike shiteshin kudo, pra shkollave, stacione apo rrugëve kryesore. Në ditët me shi apo në dimër, njerëzit prisnin në radhë për të bërë një telefonat të shkurtër. Sot ato pothuajse nuk përdoren më, sepse smartphone-at i kanë zvendosur plotësisht. Megjithatë, për shumë njerëz kabina telefonike mbetet si moli i viteve të kaluara. Tani nga pjesa e parë do kalim te pjesa e dytë, e cila është pikërisht argëtimi dhe media. Tani do kalim tek pjesa e dytë, e cila është pikërisht argëtimi dhe media. Në fillim do të flasim pak për televizionin. Televizori në fakt ishte një nga formatet më të rëndësishme të argëtimit, pasi familjet mblidheshin në mbrëmje për të parë lajmet, filmat apo emisionet e preferuara. Ndryshe nga sot, nuk ishte as Netflix dhe as YouTube ku mund të shkruaj çfarë doje në çdo moment të caktuar që ju dëshironit. Programet televizive transmetoheshin vetëm në ora të caktuara. Nëse u biste një film apo episod, duhet të prisni një transmetim tjetër, dhe kjo bën që njerëzit të organizojnë kohën sipas televizorit. Në shumë shtëpi ekzistonte vetëm një televizor dhe të gjithë familja shkonte te njëjti program. Kjo krijonte një ndjesim më të fortë bashkëimi familjar. Tani do kalim pak tek kasetat VHS. Tani jemi në pjesën e tretë të këtij episodi për sot dhe është pikërisht shkolla dhe jeta e përditshme. Në fillim do të flasim pak për shkollën.
Shkolla funksiononte në fakt shumë ndryshe nga sot. Nxënësit shkonin gjithçka me dorë dhe nuk ishte as laptop dhe as tablet. Çdo detyrë bëhej fletare dhe gabimet korrigjoshin me gomë ose me korrektor. Projektet shkollore kërkonin shumë më tepër punë manuale. Nxënësit përdorin kartolinë, revista, kartona dhe vizatime për të krijuar prezantime. Mësoi gjithashtu përdorin më pak teknologji. Në shumë raste mësimi i zhvilloi vetëm me libra dhe me tabelë. Tani të kalojmë pak te bibliotekat. Tani kemi kaluar te kasetat VHS, e cilat janë pikërisht mbrapa meje. Filma sheshin kryesisht me kaseta VHS. Për të parë një film duhet të fusje kasetën në një video player për ta ndezur manualisht. Nëse kaseta dëmtoi, filmi mund të mos funksiononte më. Shumë shëndet kishin videoteka ku njerëzit merrnin filma me qira. Ishte shumë normale që familjet të shkonin në fundjavë për të zgjedhur një film. Dhe nëse dikush e harron të kthente kasetën nga fillimi, personat duhet ta kthente manualisht. Kjo ishte një gjë shumë njerëz e mbajnë mend edhe sot. Tani do të kalojmë pak tek pjesa e muzikës në kohët e vjetra. Tani jemi te pjesa e muzikës. Muzika që dëgjojnë në fakt me radio, kaseta ose CD. Shumë njerëz kalonin orë duke dëgjuar radio dhe duke pritur këngën e tyre të preferuar. Kaseta muzikore ishin shumë popullore, njerëzit krijonin koleksione me këngë dhe i ruanin me kujdes. Në shumë raste këngët regjistroheshin direkt nga radioja. Në vitet 80 dhe 90 u bë shumë popullor Walkmani. Ai ulte njerëzit mosin të dëgjonin muzikë, ndërkohë që ata ecin ose udhëtonin për shkak të kufjeve. Tani do kalojmë pak tek videolojrat. Ne jemi te koha e videolojrave, ku mund të themi që videolojrat në fakt ishin shumë më të thjeshta se sa lojrat moderne. Grafikat kishin pak ngjyra dhe personazhet dukeshin shumë të thjeshtë. Megjithatë, lojra si Pac-Man dhe Super Mario Bros u bën jashtëzakonisht të famshme dhe ndryshuan industrinë e lojrave. Kompania Nintendo në fakt u kthye një nga emrat më të rëndësishëm të industrisë. Shumë fëmijë kalonin orë të tëra duke luajtur në konsola të vjetra ose në sallat arkade. Tani do kalojmë pak në pjesën e tretë të programit të sotëm, e cila është pikërisht shkolla dhe jeta e përditshme. Tani jemi në pjesën e tretë të këtij episodi për sot dhe është pikërisht shkolla dhe jeta e përditshme. Në fillim do të flasim pak për shkollën. Shkolla funksiononte në fakt shumë ndryshe nga sot. Nxënësit shkonin gjithçka me dorë dhe nuk ishte as laptop dhe as tablet. Çdo detyrë bëhej fletare dhe gabimet korrigjoshin me gomë ose me korrektor. Projektet shkollore kërkonin shumë më tepër punë manuale. Nxënësit përdorin kartolinë, revista, kartona dhe vizatime për të krijuar prezantime. Mësoi gjithashtu përdorin më pak teknologji. Në shumë raste mësimi i zhvilloi vetëm me libra dhe me tabelë. Tani të kalojmë pak te bibliotekat. Mirë, tani jemi te pjesa e bibliotekës. Biblioteka në fakt kishte një rol shumë të rëndësishëm. Nëse dikush kishte nevojë për informacion, duhet të shkonte fizikisht në bibliotekë dhe të kërkonte libra. Studentët kalonin orë të tëra duke studiuar dhe duke marrë shënime. Nuk ekzistonte mundësia për të kërkuar gjithçka në internet, por shumë njerëz, biblioteka ishte vendi më i rëndësishëm për mësime dhe kërkime. Tani të kalojmë pak tek fotografitë në kohët e vjetra. Tani jemi te pjesa e fotografisë. Sot në bëjnë qindra foto me telefon, por atëherë fotografi kishin shumë herë më rëndësi. Kamerat përdorin një film dhe çdo foto duhej menduar mirë. Pasi filmi mbushej, mund të themi që ai dërgoi për zhvillim dhe njerëzit prisin disa ditë për të parë rezultatin. Nëse fotografia dilte keq, nuk ishte as filtr dhe as editim si sot. Kjo më të fotografi më të rrallë, por edhe më speciale për njerëzit. Tani do kalim në pjesën e fundit të këtij episodi për sot, në pjesën e katërt, e cila është pikërisht se si ndryshoi interneti botën. Mirë, tani kemi arritur në pjesën e fundit dhe pjesën e katërt të këtij programi për sot, dhe është pikërisht se si ndryshoi interneti botën. Interneti ndryshoi pothuajse çdo pjesë të jetës moderne. Komunikimi bë shumë i shpejtë dhe njerëzit filluan të lidhen me njëri tjetrin në mënyra që më parë dukeshin të pamundura. Informacioni u bë i aksesueshëm për të gjithë.
Sa më të mësosh pothuajse çdo gjë me një kërkim të thjeshtë. Kjo ndryshoi arsimin, biznesin dhe mënyrën se si njerëzit punojnë. Megjithatë, interneti solli edhe probleme të reja. Shumë njerëz kalojnë orë të tëra në telefon dhe në rrjetet sociale. Komunikimi fizik u zvogëlua dhe përparësia u bë më rrezikuar. Dhe pavarësisht këtyre problemeve, interneti mbetet një nga shpirt më të rëndësishme të historisë moderne. Mirë të ta shumë ishtë, ne kemi arritur në fund të episodit të sotëm. Sot pam se si jeta ishte para internetit dhe se sa shumë nga ndryshuar bota vetëm në pak dekada. Shumë gjëra sot janë më të lehta dhe më të shpejta, por shumë njerëz akoma vazhdojnë të kujtojnë me nostalgji kohën kur jeta ishte më e thjeshtë dhe më sociale. Faleminderit që na ndoqët dhe mos harroni të abononi dhe të ndiqni episodet e ardhshme të All Days. Mirupafshim.